Mbani aloe vera në shtëpi dhe e përdorni çdo ditë. Nuk do vuani kurrë nga këto 7 probleme. Aloe vera është e njohur nga qytetrimet e lashta si bima e përjetësisë. Ajo ka një sër cilësi shëruese dhe disa prej të cilave mund të jenë edhe jo të vetëdijshëm. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv që përfshijnë polisaharidet, vitaminat, enzimat, aminoacidet dhe mineralet të cilat nxisin përthithjen e ushqyesve. Nëse nuk e keni ende një lule aloe vera në shtëpi, ju sugjerojmë ta mbillni pasi përdorimet e saj do të ndryshojnë në pamjen tuaj. Nëse keni probleme me fytyrën si dhe me organizmin tuaj, mund ta përdorni edhe për emergjenca si gërvishtjet, prerjet ose edhe plagët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Aloe vera do të ofrojë një sër vitaminash dhe mineralesh për organizmin. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12 e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ky është një lajm i mirë për vegetarianët të cilët shpesh nuk marrin sasinë e duhur të vitaminës B12 përmes dietës së tyre të rregullt. Të tjera studime kanë treguar se të marrësh aloe vera ndihmon në disponueshmërinë biologjike të vitaminës B12, që do thotë se trupi mund të përthithë dhe të përdorë atë më kollaj. Kjo mund të parandalojë mungesën e kësaj vitamine. Aloe vera gjithashtu është një burim i mirë i vitaminës A, C dhe E, acidit folik, kolinës, B1, B2, B3 dhe B6. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore që kërkon trupi i njerëzit. Ajo përmban gjithashtu acid salicilik që lufton inflamacione dhe bakteriet. Aloe vera është e pasur me minerale shumë të rëndësishme për jetëgjatësinë e organizmit. Aloe vera ka në përmbajtje të saj shumë minerale duke përfshirë këtu: kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, selenin, natriumin, hekurin, kaliumin, gjithashtu bakrin dhe manganin. Të gjitha këto minerale bashkëpunojnë për të forcuar sistemin tuaj metabolik dhe gjithashtu mbajnë larg komplikacionet e njëpasnjëshme. Aloe vera përmban enzima shumë të rëndësishme siç janë amilaza dhe lipaza, të cilat do të ndihmojnë në tretje duke shpërbërë dhiamin dhe molekulat e sheqerit. Një molekulë në veçanti, bradiksina, ndihmon në reduktimin e inflamacioneve në organizëm, citoi studimi. Përfshirja e aloe verës në dietën tuaj të përgjithshme mund të luajë një rol shumë të mirë. Aloe vera përmban një sër vitaminash dhe minerale që veprojnë si antioksidant. Përfshir vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E, të cilat do të ndihmojnë organizmin e njerëzit edhe kundër stresit oksidativ. Gjithashtu ato përmbajnë minerale të rëndësishme të tilla siç është për shembull kalciumi, kromi, bakri e të tjera. Aloe vera është një bimë e cila do t'jap efekte të mira në lehtësimin e kapsllëkut. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë për të përmirësuar lëvizjen e zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjedhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsult me mjekun. Filloni gjithmonë me doza të vogla dhe zgjidhni kështu lehtësisht edhe problemet tuaja të kapsllëkut. Aloe vera është një bimë e cila do t'jap një mbrojtje shumë të mirë edhe kundër problemeve tuaja të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkak kryesor i akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë atë më të shëndetshme. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C dhe vitamina E të aloe vera do të ndihmojnë në funksionet e duhura të antioksidantëve dhe do të reduktojë kështu edhe inflamacionet. Ato luftojnë radikalet e lira që vijnë nga ndotja, duhani ose alkooli, shpjegon Silverman. Nëse trupi juaj është i dëmtuar nga stresi oksidativ, antioksidantët që gjenden te aloe vera do të ndihmojnë në rigjenerimin e tij. Aloe vera do të forcojë sistemin imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, aloe vera do të ndihmojë sistemin imunitar duke mbështetur procesin e shërimit dhe përmirësimin e funksioneve mbrojtëse të trupit. Ajo do të lehtësojë urthin dhe problemet e sistemit tuaj imunitar, gjithashtu edhe refluksin. Një studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës ndihmoi në lehtësimin e simptomave të refluksit të acidit gerd tek personat me këtë çrregullim, citoi Preventation.com. Ato mund të përmirësojnë shëndetin tuaj kardiovaskular.
Një studim i vitit 2024 sugjeroi se personat që pinin lëngun e aloe verës patën përmirësime edhe të uljes së ndjeshme të triglicerideve pas një vakti. Gjithashtu aloe vera është e rëndësishme të konsumohet në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar dëmet. Aloe vera do të parandalojë gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira në organizëm. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit do të luftojnë gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira në trupin tuaj, duke i neutralizuar ato dhe duke siguruar një mbrojtje shumë të mirë kundër komplikacioneve. Mosha e bimës së aloe verës ka po ashtu rëndësi në luftën që ajo bën kundër radikaleve të lira. Aloe vera është një bimë vërtet e mirë në sistemin tuaj tretës dhe mund të japë rezultate konkrete pozitive në këtë aspekt. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekullin edhe për sistemin tuaj tretës. Veçanërisht enzimat që ndodhen tek aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave të cilat shkaktojnë edhe probleme me tretjen. Aloe vera përmban përbërës aminoacide thelbësore, të cilat janë mjaft të vlefshme në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi njeriut? Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide. Aloe vera është një bimë fantastike për mbrojtjen dhe shëndetin tuaj të lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera është një zgjedhje më e mirë edhe për ta mbajtur lëkurën tuaj më të pastër. Aloe vera është një produkt fantastik edhe në betejën kundër problemit të akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka një rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund të jetë një zgjedhje fantastike për shëndetin e lëkurës suaj. Nëse doni të mbani larg aknet, atëherë përdorni aloe verën në këtë aspekt. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë edhe në rregullimin e lëkurës nga qelizat e dëmtuara. I ftohti shpesh mund të shkaktojë probleme dhe shkatrimin e qelizave, të cilat mund të çojnë në komplikacione të njëpasnjërshme dhe të nxisin krijimin e shqetësimeve të tyre. Aloe vera mund të jetë një produkt shumë i rëndësishëm në këtë aspekt dhe mund të nxjisë të rrisë edhe vlerat e shëndetit tuaj. Aloe vera mund të ndikojë në rritjen më të mirë të shëndetit të flokut. Aloe vera mund të ndihmojë në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës. Enzimat përbërëse të aloe verës ndihmojnë që të jetë një lëndë dobishme në balancimin e pH-it. Aloe vera, nëse konsumohet rregullisht në dietën tuaj, sigurisht që do të kthehet në një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese. Vaji i aloe verës përmban shumë antioksidant, vitaminën C, vitaminën E, vitaminën B, proteina minerale, polisaharide, enzima acide dhe beta-karoten, të cilat do t'i japin këto përfitime citonel të saj. Aloe vera dhe vaji i saj ka veprime avantazhe kundër inflamacionit. Ai ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë në sistemin tretës. Ky vaj është me të vërtetë i dobishëm për tretjen, sidomos në zorrën e irrituar, konstipacionin dhe refluksin acid. Aloe vera është një bimë shumë e mirë kundër shenjave të lëkurës. Ky vaj përshpejton procesin e shërimit të lëkurës dhe parandalon formimin e shenjave. Vaji i aloe verës gjithashtu mund të dëshirojë zgjerimin e kapilarëve, duke mbajtur lëkurën më të bukur dhe më të shëndetshme. Aloe vera ndihmon sistemin tuaj imunitar. Vaji i aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelin e glukozës dhe diabetin. Ajo mund të lehtësojë edhe astmën dhe problemet e ngjashme. Aloe vera mund të përdoret si deodorant natyral. Vaji i aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj ju mund ta përdorni si deodorant natyral për të mbajtur larg aromat e pakëndshme të trupit. Por më tepër, ky vaj mban nën kontroll problemet e djersitjes. Atë mund ta aplikoni si vaj duke lyer zonat që djersiteni më shumë dhe ta përdorni edhe si spërkatës për të njëjtën arsye. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.